çështjen e ministrisë. Vetëm ta përbylli edhe tendencat për zonjën, tendencat autokratike, pra që kanë fillu ka viti 2016-17 kanë shku të intensifiku, kanë përfundu në vitin 2019. Ne kemi zhvillu demokracinë, kemi thëllu demokracinë në Kosovë. Kështu që njëherë tjetër, kur në thret kushtrimin në një emision që të flasim për konceptet, nështë ta munde me t'i sqaru që në kuptojnë. Më vjen keq. Si për zotën s'po i kuptojsh e vetë, po më vjen shumë keq, kjo arë si ministre e pa përgatitur për këtë debat. Se mu po më vjen keq që henëm bile me debatu se jemi në kohë zgjedhjeve, kryesisht kush na vjen dikush këtu, i japi mundësimin a e dhon prioritetet, çka ka me bu. Po pasi u futëm në temat politike, u futi vetë dhe u mbete me dy kënd që i dëshironi gjitha pozitat shtetërore. Po, demokraci nuk e keni pru ju. Demokracinë e kanë pru ata që kanë shpallë shtetin e Kosovës, e ju jeni pjesë e saj ku e keni gjetë të gatshme. Zoja Pacolli, mos u mundani me na hedh hi syve gjithve. Luftani për vota, luftani merreni edhe ndoshe 40, ndoshe 50, sot ja u jep populli urdhënë krijoni se nuk po krijoni institucione, po krijoni blokada. Çish mundemi me mendu mas 2 herë, 3 herë zgjedhje përsëri me shkon zgjedhje. Kjo është pyetja jote, çish kime zgjedh kët, se me 51% edhe 60 dush me zgjedh presidentin te jo. Përgjigjja e fundit edhe